direkt prej studios në Tiranë, me të cilën kemi me fol për një prej organizimeve më të lezetshme që na ka ra me pa kohëve të fundit, një prej zonave më të bukura të trojeve shqiptare. Tashmë veç e kemi në studio në Tiranë Iris Canaj, drejtuesja e qendrës Doar, që është qendër me aktivitete artistike edhe kulturore në Shqipëri. Iris, përshëndetje dhe faleminderit që ke ardhur sot në paper. Faleminderit shumë juve për ftesën, edhe që ju kemi kështu partner për organizimin e festivalit Athet. Iris, çka mundemi me prit prej Atheth për këtë vit? Po që nga emri që e kemi vendosur, ka pasur shumë hilaritet, edhe disa e kanë quajtur si një pastir, një emocion që vjen pasi sheh thethin dhe e përjeton, por në fakt ka dhe një kuptim tjetër që lidhet me pemën e ahut që rritet shumë në thet. Kështu që është dy kuptim që po themi edhe na presin shumë surpriza. Një pjesë e tyre ne i kemi publikuar tashmë edhe te faqja Athet dhe te doart.al në social media, në Instagram. Kemi një program që fillon në datën 21 gusht pasdite, pra pas orës 4-5 të pasdites, dhe deri në pothuajse në orët e para të mëngjesit që të kapim edhe pjesën e yjeve të bukura gjatë natës, që në thet duken mrekullisht bukur, dhe gjithashtu edhe atë lindjen e diellit ose të paktën në zbardhjen e ditës së re. Ka këngëtar dhe DJ të ndryshëm, ndërkohë që gjatë ditës, pasi të flen pak gjumë njerëzit dhe të karikohen, do të kenë mundësinë që nëpërmjet biletës festivalit përfitojnë deri në 20% ulje për sportet ndryshme që ndodhin rreth rrotull në thet, që do të thotë zipline, quad 4x4, xhiro me kuaj, apo dhe ture dhe guida që mund të bëjnë tek surikaltër, tek kisha, tek kullanguimit, tek vaskat ndërlysaj, të ujvara etj. Pra thethi është një magji për atë çka ofron nga ana e natyrës, dhe duke organizuar një festival si Athet, duam që të kthehet edhe në një atraksion artistik dhe kulturor dhe kreativ, përveç asaj anës së bukur natyrore që tham, apo dhe historisë bukur që ka dhe me legjendat në zanat e malit e kështu. E njëjta gjë ndodh në datën 22, pra pasi të mbarojnë sportet dhe të çlodhen, pas dite fillon prap aktiviteti me DJ dhe me artistë ndryshëm dhe deri në të gdhir, kurse e diela është pak më qetë, është gjatë ditës aktiviteti, po themi me DJ të ndryshëm dhe përfundon në mbrëmje. Pra darka është e lirë që njerëzit kthehen në banesat e tyre, në shtëpitë e tyre për të vijuar më pas javën pas 23 gushtit. Kështu që do të jetë mundësia që të vinë paradite të lahen në lumë, sepse është vap gjatë ditës. Edhe prap edhe kur del nga lumi duke qenë se uji është pak i ftohtë, kemi prap atë pastirmën dhe në mbrëmje i sugjerojmë që të marrin xhupa ose xhaketa ose batanie me vete për ta shijuar atë freskinë edhe ndoshta deri diku edhe të ftohtin e mbrëmjes që do ta nxejë shumë situata muzikore. Atëherë pak është po e sigurt që nuk kemi përjetu, të paktën 2026 e njohës kemi përjetu diçka të këtij lloje me festivalet edhe aktivitetet kulturore që i kemi pas kudo, si në Prishtinë ashtu edhe në Tiranën me rrethin. A ka nis me u publiku emrat? A kemi diçka që dihet deri tash kush kanë me performu? Kanë mbetur vetëm pak emra të pa publikuar. Do të kemi Alisin, përfaqësuesin e Shqipërisë në Eurovision të këtij viti. Do të kemi Shkodrën Elektronike, përfaqësuesin e parshme të Shqipërisë në Eurovision ose në Eurosong. Do të kemi korin Okarina që vjen nga Kosova, është një kor fëmijësh prej mbi 25 fëmijësh që do të performojnë. Edhe Bareshën, po dhe këngë tjera që ndoshta nuk do bëjmë spoiler dhe ti tregoj. Mund të kemi edhe një bashkëpunim me artist, po prap, unë stash gjë, dëgjove gjë ti? Mundemi me e prit. Atëherë lidhur me organizimin. Kemi Gjestin, kemi Gimbon, kemi PM to the Dogs, kemi Johnny DJ, kemi Tony Toy me Afro Music, kemi një DJ Afro, Gauds, që do kenë back to back me Tony Toy me trumpeta dhe me qypa. Do të kemi performues me Fire Show, me performancë zjarri që vjen nga Bullgaria. Kemi Lupon, kemi Young Zerkën, kemi Loren, për ne jetë ndizen lartë, kemi Sheila Haxhira, Sardi Struga, Killua. Do të thënë janë të gjithë artistë shumë të mirë, nuk do doja të mos përmendja ndonjë, janë gati 27 grupe performuesish, është Miri Feruka, është Olimpia Smajla etj. Dhe jemi përpjekur që në program të bëjmë një rrjedhë të rrymave të ndryshme, nuk është një kakofoni, pra nuk është siç ne e quajmë në art një gjellë jo e shëndetshme, por është një miksim i zhanreve të ndryshëm ku kushdo mund gjej veten dhe të përjetojë ndoshta një degustim ose një rrjedhë të muzikës së mirë të formave të ndryshme.
Atëherë, Iris, jashtë muzikës, çka duhet me ditë njerëz që kanë me ardhë? A është terreni i papërshtatshëm, ose a është i përshtatshëm me ardhë me veturë, a duhet me ardhë të organizum, a ka afër vende ku ata munden me gjetë vend për me e kalu natën ose ditën, varsisht kur kanë me flet, e qysh ka me shku rrjedha. Rruga për në theth bëhet edhe me mjete personale, me makina Okej. të vogla po themi, thjesht duhet të ecin sigurisht me kujdes për çështje të kontrollit rrugor dhe për çështje të kthesave që ka, por edhe për ta shijuar se është rrugë shumë e bukur. Nuk është e gjatë, pra nga Tirana është diku tek 3 orë e gjysmë, ose më saktë është gati 2 orë nga Shkodra. Duhet bëjmë ndoshta llogarit nga Prishtina sa orë, i shkon pak më gjatë. Që Mali pe bëjën Komforte llogarin shkon pjesë e ndërkohë. programit. Po, Mali është gjithashtu një ndër fituesit e festivalit Tretëshës dhe të tjetë pjesë e programit artistik të Athet. Dhe po më thoshte shkon diku tek 6 orë në mos Po, gaboj. afër 6 orë. Prej andej. Po i bikam. Po, mund të vinë me makinat e tyre personale, ndërkohë kush vjen nga Tirana ose nga Shkodra, ka dhe transport publik, ka dhe transport dedikuar nga Tirana në Thet që niset të premte natë 21 në orën 6, me idenë që njerëzit kanë mbaruar punë, kërkon të bëhen gati dhe të nisen. Për andej, dhe të shtunën në orën 9 të mëngjesit, që ta marrin pak në Terezi mëngjesin, por gjithsesi ta shijojnë ditën atje. Dhe kthimi është të dielën pas dite, gjithashtu pasi ka përfunduar dhe aktiviteti. Mund të rezervojnë në bujtina rreth e rrotull që me sa kemi informacion deri tani nuk ka dhe shumë vende, janë pothuajse 90% të tyre sold out. Por kemi menduar për akomodimin që do të thotë po krijojmë një camping area, një zonë kampingu me tenda, me çadra, që do të ketë patjetër tualete dhe dushe pranë në zonën e festivalit. Dhe kushdo mundet të shijojë këto, është 6500 lekë çadra ose tenda që zë deri në 2 ose 3 ose 4 persona që zë duan të rinë afër dhe ngjeshur. Për të dy anetët, që do të thotë për një natë i bie diku te 3250 lekë. Po, që sillet të Që i bie 30 euro. pjesëtuar për 2 ose 3 persona, pra është një çmim i përballueshëm besoj nga të gjithë. Ndërkohë çmimi i biletës është nëse natën e parë është 1500 lekë të reja, në të kundërt nëse për të treja anetët është 2500 lekë të reja. Prapë është një çmim mendoj që për një line-up të tillë, për një program të tillë është merrsisht shumë i përballueshëm, duke qenë se ofron një lokacion shumë të mirë dhe një program shumë të mirë artistik dhe një organizim shumë të mirë me modesti të madhe, themi. Absolutisht që po. Iris, çka ju kishte thonë njerëzve që nuk kanë vendos akoma, a dojnë me ardhë, a nuk dojnë me ardhë në festival? Diçka që gjithçysh duhen me e ditë. Në përgjithësi organizatorët flasin që ky është për çdo organizim që bëjnë. Ky është eventi më i madh i vitit, më i madh i verës, më i bukur, më i madhështori, më i mrekullueshëm etj. Ne e punojmë çdo gjë me shumë pasion dhe mendojmë deri në detaje. Kështu që jemi tashmë të dashuruar me këtë gjë që po bëjmë, po organizojmë dhe mendoj që kjo gjë përcillet tek njerëzit. Sigurisht kanë opsione gjatë kësaj fundjavë se çfarë mund të bëjnë jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë saj. Por mendoj që Athet është një festival që nuk duhet ta humbasin edhe për shkak se është edicioni i parë, edhe për shkak se shumë njerëz nuk kanë qenë asnjëherë në Thet dhe është një mënyrë e mirë për ta vizituar duke pasur aktivitete të ndryshme, por edhe për shkak se ne si organizator kemi menduar kaq shumë detaje dhe gjëra të lezetshme dhe të këndshme dhe argëtuese dhe jo të mërzitshme për publikun, sa mendoj që të gjithë ata që nuk do të vinë dhe do ta shikojnë të postuar nëpër rrjetet sociale do thonë që si ishim. Nuk dyshojmë, çashtu gjyshe tham edhe në fillim, Thethi vazhdon me mbet për mendimin tim një prej zonave më të bukura të trojeve shqiptare, e mundemi veç me paramendu çush është Thethi me një organizim kaq të jashtëzakonshëm. Iris, na të falenderojmë shumë që ke gjetë sot kohë me ardhmë paper dhe me ndonë ne këtë super ide. Edhe ju presim sarë që keni diçka të ngjashme. Faleminderit shumë. Edhe ne ju presim në Thet. Absolutisht që po. Atëherë kemi pas direkt nga studio në Tiranë Iris Canaj, që është drejtuese e qendrës Do Art, një prej qendrave që merret me aktivitete artistike dhe kulturore në Shqipëri. Edhe një herë tjetër jemi të folë për një festival që ka me u zhvillu në Thet prej 21 deri më 23 gusht, edhe që është një prej organizimeve më të veçanta, edhe në të njëjtën kohë me kostën më të arsyeshme të mundshme që e kemi përjetuar në vitin 2026. Ta shohim për shkak që është edicioni i parë i Athet. Për njerëzit që domethënë për telefonuesit që janë mundu me e marrë linjën sa kemi qenë në intervistë me Iris, na kemi me u kthy pasi që dëgjojmë pak muzikë në minutat e fundit të në mesditës për sot.